Nuk do t'i pëlqesh kurrë të gjithëve. Gjithmonë do t'jetë dikush që do të thotë diçka. Sa për të thënë, do t'jetë gjithmonë dikush që do të gjykoj, flas, mërmëris. Shpesh njerëzit nuk duan t'ja dinë sa kohë ti shpenzon duke punuar, duke u përpjekur, duke bërë gjëra që në them nuk i ke për detyrë, duke përplasur dhe luftuar, duke kërkuar përtej vetes tënde. Dikush do të thotë gjithmonë diçka, sepse nuk e ka as bardhësinë e shpirtit dhe as gjërat e tij. Do të gjykoj paditur maloret që të është dashur të ngjisësh, vëshërsit